Mirëmbrëma dhe mirë se vini në ora e fundit, por fillimisht le të shohim së bashku disa nga ngjarjet kryesore të ditës së sotme. Mirë, do flasim për të tjera zhvillime. Sali Berisha akuzon Partinë Socialiste, por partia e tij ka trafikuar vota nga një kandidat te tjetri. Pamjet vizive provojnë se si në Këzazën e Krujës, disa vota që kishte marrë, Aulon Kalaja i kaluan kandidati tjetër, Ardian Doi, i cili më pas u shpall edhe fitues si mandatit të deputetit. Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve vendosi sot hapjen e 60 kutive të votimit në Durrës për inumërimin e votave preferenciale të kandidatit të Partisë Demokratike Aulon Kalaja, si edhe qindra kutive të tjera me votat e ardhura në Durrës nga diaspora. Votash, por trafikimi i tyre pas ka ndodhur brenda llojit. Këto pamje të dorëzuara në Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve nga Aulon Kalaja tregojnë se si votat e tij i kanë kaluar ish prokurorit Ardian Doi. Për këtë arsye, Kalaja kërkoi rinumërimin e fletëve të votimit, të cilat sipas tij do të ndryshojnë edhe rezultatin. Trafikimi i votave të tij u konfirmuan dhe nga administrata e KQZ-s, çka bëri që KAS të kërkojë rihapjen e 60 kutive të kërkuara prej tij. Në arkun kohor ishte një 35-57 që ngjendet aty, rezulton që kandidati Doja u ka shfaqur me 32 vota, në tabel 36 vota, duke u shtuar artificialisht. Kandidati Aulon Kalaja në proces verbal ka të shënuar 2 vota, ndërkohë nga pamjet filmike ka rezultuar që ka 4 vota, pra me një diferencë prej 2 votash. Në 11 maj, Aulon Kalaja e humbi mandatin e deputetit me një diferencë prej 1000 votash nga ish prokurori Ardian Doi. Ndaj rinumërimi, sipas Kalas, do të ndryshonte dhe rezultatin për voton preferenciale në qarkun e Durrësit. Po ashtu, KAS vendosi dhe rihapjen e kutive për Këzazën numër 21 dhe 22 në qytetin Bregdetar, por dhe votën e diasporës për llogaritë të Partisë Demokratike. Ndërkohë nuk do të ketë përsëritje të zgjedhjeve në Berat dhe në Vlorë. Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve rrëzoi kërkesën e Partisë Demokratike për pavlefshmëri të zgjedhjeve në këto qarqe, me argumentin se pretendimet e tyre ishin të pabazuara në ligj dhe në prova. Treni bullgar ekziston, por vetëm lokomotiva. Sali Berisha ka tentuar sot që të bindë se ka një skem për shitblerjen e votës, por nuk ka paraqitur dot asnjë provë që të lidh vagonët siç pretendoi 2 ditë më parë. Ai thotë se nuk kishin kamera për ta provuar, por evitoi përgjigjen lidhur me përgjegjësinë jo thjesht politike, por edhe penale të numëruesve demokratë që kanë firmosur proces verbale të kutive. Unë sot kam sjell trenin bullgar para jush. Doktori e mbajti premtimin, por përgjysëm, nga treni bullgar tregoi vetëm lokomotivën. Që të faktosh një minutë, që të faktosh tjetrën, duhet të kesh kamera jashtë lokali të shohë atë që e merr. Berisha nxori një video në një qendër votimi brenda një ushqimoreje. Një djalë pasi vulosi fletën e votimit e nxjerr jashtë të paplotësuar dhe doktori pretendon se ka zbuluar lokomotivën. Po vagonët, ku janë? Po çfarë kemi të fakturën? Qendrat ilegale elektorale të Partisë Socialiste rreth qendrave të votimit, ku njerëzit shkonin dhe bënin shkëmbimet. Pra doktori e pranon, vagonët e trenit bullgar nuk i gjen dot, por meqense se s'kishte kamera, a duhet të kishte komisionerët demokrat Syçel? Nuk mund të gjykoj, sepse kërkon një hetim. Pyetja është e drejtë, shqetësimi është shumë i drejtë. Po kjo kërkon një hetim. Nuk do të hetuar. Rregulli është ai që thoni ju. Por e vërteta është kjo që tregon filmi. Dhe sigurisht, treni bullgar nuk ka të drejtë ta hetojë askush, përveç doktorit, përndryshe spaku të fut në burg. Ku? Në prokurori. Për të ushi. Skapi është autor kryesor. Për të vendosur përpara përgjegjësisë autorët. Nuk ka asnjë përgjegjësi për Skapi. Për Skapin ekziston mbulesa. Por një fitore, doktori arriti. Komisioni qendror i zgjedhjeve, që ai thotë është i Ramës, do të dënohet e do të mbes pa pushime. Thuajse gjithë verën do të ketë rinumërim, me vendim të 2 anëtarëve të tij në Komisionin e Ankesave dhe Sanksioneve, dhe shumë komisioner, numërues e vëzhgues,
do t'jenë në punë për të parë me endje votat e demokratëve e jo vetëm. Karma e celibashit bëhet edhe më e rëndë. Doktori për vete do marr pushime këtë verë. Nuk pres nuk merrem fare me çfarë do të paraqes. Jo. Rinumërimi i votave të 11 majit në Qarqe, Tiranë dhe në Fier do të nisë në fillim të javës tjetër dhe pritet të zgjasë 18 deri në 20 ditë. Kryekomisioneri Celibashi tha se ky proces do të kryhet tek Pallati i Sportit Farie Oti në Tiranë dhe Celibashi shtoi se Komisioni Qendror Zgjedhor nuk do të kërkojë asnjë fond shtesë për këtë proces, por kreu i Komisionit Qendror Zgjedhor dha dhe lajmin e keq për punonjësit e tij, të cilëve për shkak të procesit u ka anuluar pushimet verore në Korrikë dhe në Gusht. Nga Parku Olimpik tek Farie Hoti në rrugën e Kavajës, rinumërimi i 610.301 votave të qarkut të Tiranës dhe Fierit do të nisë javën e ardhshme dhe do të zgjasë deri në 20 ditë. I gjithë procesi do të realizohet nga stafi i KQZ-s, ndërsa vëzhguesit e partive politike mund të monitorojnë procesin. Për qarkun e Tiranës, procesi i numërimit dhe vlerësimit të fletëve të votimit, pra pas datës 11 maj, ka angazhuar 208 grupe numërimi, pra 104 tavolina. Dhe për qarkun e Fierit, 46 tavolina ose 92 grupe numërimi, duke qenë se ne kemi rreth 6 herë më pak tavolina, llogaritet që kemi 6 herë, do na duhet 6 herë më shumë kohë se sa u është dashur numëruesve të partive për të pak më pak kohë në fakt, për të numëruar dhe të vlerësuar votat. Rihapja e kutive nuk do të ketë kosto shtesë. Kryekomisioneri Celibashi tha se janë kursyer rreth 2 milion euro vetëm nga kontrata me shërbimin postar për votën e diasporës, para të cilat tashmë do të përdoren për rinumërimin. Komisioni Qendror i Zgjedhur nuk do të kërkoj fonde shtesë për këtë proces. Kemi kursyer mjaftueshëm fonde nga procesi i votimit nga jashtë, nga kontrata që kemi patur me operatorin, që kemi me operatorin e shërbimit postar, po dhe aspektet të tjera të këtij procesi, po dhe të procesit zgjedhor në tërësi. Rihapja e kutive të votimit po bëhet me kërkesë të 2 anëtarëve të KAS të propozuar nga Partia Demokratike. Rinumërimi mund të sjellë rikalkulim të mandateve. Në Tiranë PD kërkon të marrë mandatin e 2 të partisë Agron Shehajt, e cila do të fuste në kuvend dhe Ilir Ali Mehmetin, ndërsa në Fier rezultati mund të ndryshojë për Partinë e Lapajt, i cili në 11 maj mori mbi 9.000 vota. Dhe për demokratët, kjo do të thotë më shumë oksigjen për Gazmend Bardhin, i cili nuk mbrojti dot as listën e sigurt të deputetëve, por mori vetëm 4 mandate, ndërsa socialistët 12. SPAK zyrtarizon listën e kandidatëve për kreun e ri të BK-s në garë për zëvendësimin e Aida Ajnës, janë 13 emra. Mes tyre spikatin zyrtar aktual të BK-s, por edhe ish drejtues të policisë së shtetit, dhe në listë është edhe Agi Çako, ish drejtori i policisë në kohën e Sajmir Tahiri dhe aktualisht kreu i emergjencës civile. Por gjithashtu garon edhe Gledis Nano, ish drejtori i policisë deri në vitin 2022. 13 kandidat janë zyrtarisht në garë për të marrë në dorë frerët e Byros Kombëtare të Hetimit, e njohur ndryshe si FBI-ja shqiptare. Shumica e kandidatëve janë persona që kanë kontribuar me poste të rëndësishme në policinë e shtetit. Mes kandidatëve për kreun e Byros Kombëtare të Hetimit është Haki Çako, i cili ka mbajtur poste të rëndësishme ndër vite në strukturën e uniformave blu. Karriera e tij nis në vitin 1998 si shef i policisë kriminale në komisariatin e Kuçovës. Ai ka mbajtur edhe poste të tjera si detyrën e shefit të policisë kriminale të komisariatit numër 1 në Tiranë, inspektor kundër akteve terroriste, specialist në zyrën e luftës kundër drograve të forta, apo shefi i komisariatit të policisë së Vlorës. Çako ka qenë drejtori i policisë së Gjirokastër, zëvendës drejtori i përgjithshëm për krimin organizuar dhe krimet e rënda dhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, ndërsa aktualisht është drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile. Një tjetër emër i njohur është Gledis Nano, i cili ka mbajtur postin e drejtorit të përgjithshëm të policisë, por fillimisht ka shërbyer si inspektor i krimeve në drejtorinë e policisë së Korçës.
Poste të tjera ka qenë inspektor krimesh, shefi i seksionit të vrasjeve në drejtorinë e policisë së Tiranës dhe pas një shkëputje disa vjeçare në anë është emëruar si specialist, ai mbajti postin e shefit të seksionit të pastrimit të parave në policinë e Tiranës, specialist i sektorit antiterrorit në policinë e shtetit apo koordinator me partner të huaj për antiterrorit. Nano ka mbajtur për 4 vite detyrën e drejtorit antiterrorit dhe së fundmi ka zhvilluar një kurs disa mujor pranë FBI-s. Me semrave të tjerë që garojnë për postin e kreut të Byros Kombëtare të Hetimit është Andi Pogaçe, prokurori i Tiranës, Artur Beu ish specialist i marrëdhënieve ndërkombëtare në Interpol, Astrid Halila ish prokuror në Shkodër, ish karkuar nga Vetingu, Elton Kurluku ish shef policie, Gentian Doj, drejtor për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar pranë drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit, Gentian Sheja ish drejtuesi i policisë së Vlorës dhe Lezhës, aktualisht është drejtori i kurrikulave në Akademinë e Sigurisë. Joni Keta është zëvendës drejtori i Byros Kombëtare të Hetimit, Mauricio Sheldia, inspektori i Agjencisë Mbikëqyrjes Policore, Nevruz Nergjoni është oficer i policisë gjyqësore në Elbasan. E vetmja kandidate grua në garë për të marrë drejtimin e Byros Kombëtare të Hetimit është Marinela Pilinci, e cila është oficer e policisë gjyqësore në gjykatën e Pogradecit, ndërsa Miklovan Kanani është emri i panjohur. Pas mbylljes së aplikimeve, procesi kalon në fazën e verifikimit paraprag, gjatë së cilës Komisioni për Zgjedhjet do të shqyrtojë dokumentacionin e paraqitur nga kandidatët për të vlerësuar përmbushjen e kushteve ligjore dhe kriteret të përcaktuara në ligj. Procesi zhvillohet në SPAK nga Komisioni për Zgjedhjes me 3 prokuror, Altin Dumani, Arben Kraja dhe Behar Dibra. Procesi i emërimit të drejtorit të ri do të kryhet duke kaluar në 7 faza: testi i arsyetimit logjik, kontrolli mjekësor, testi fizik, esem me shkrim, intervistë dhe më pas bëhet verifikimi i figurës, deklarimi i pasurisë dhe testi poligrafit. Deri më tani, ky institucion është drejtuar nga Ida Hajnaj, e cila mbyll mandatin e saj më 31 gusht. Sali Berisha është paraqitur sot në SPAK për kallëzimin e bërë për shpifje ndaj vajzës së tij nga gjyqtarja Irena Gjoka. Kreu i Partisë Demokratike u mor në pyetje për gati një orë mbi akuzat e bëra nga Argita Maltezi rreth një vit më parë ndaj gjyqtares së posaçme se ka marrë shfet 500.000 euro nga një eksponent i Partisë Socialiste. Gjyqtarja kërkoi nga SPAK që të hetojë deklaratat e vajzës së ish kryeministrit. Erion Alibej ka vazhduar të rrëfejë në gjykatë të tjera vrasje. I penduari drejtësisë tregoi se Viktor Axhia ishte vrarë gabimisht, ndërsa plani ishte për të qelluar të vëllain dhe Altin Docin. Alibej tha se ka paguar 80.000 euro për vrasjen e Emiliano Ramazanit në Elbasan nga Skerdi Tase, ndërsa tregoi gjithashtu se Nuredin Dumanit i kishte ofruar 2 milion euro për ta vrarë atë. Ndërsa vera e nxehtë ka nisur, ministri i Brendshëm Ervin Hoxha paralajmëron dëshkime dhe dënime të rënda për çdo që bë shkaktar për zjarrin në Pyje. Hoxha tha se zjarrvëniet e qëllimshme janë akte kriminale dhe do të ketë ndëshkime maksimale për të gjithë autorët. Gjatë një takimi me repartin zjarfikës, ministri i Brendshëm premtoi mbështetje për zjarfikësit me pajisje, mjete dhe stacione të reja. Gjatë vitit 2024 në Shqipëri janë djegur rreth 17.000 hektar pyje, kryesisht nga zjarret që kanë rënë gjatë verës për shkak të thatësirave dhe zjarrvënieve të qëllimshme. Mirë, me mua në studio është bashkuar avokati i njohur zoti Hidayet Beqiri. Avokat, mirëmbrëma, faleminderit që je drejt për drejt në orë. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Avokat, kallëzimi i gjyqtares Irena Gjoka për fyerje ka përballur sot Berishën në SPAK me këtë akuzë, por çfarë rrezikon Berisha nga kallëzimi i bërë për fyerje të një gjyqtari për një çështje të caktuar? Po, në fakt, Irena Gjoka ishte gjyqtarja që mori dosjen e kompleksit Partizani edhe kishte në dorë dhenjen e masës së sigurimit ndaj Sali Berishës. Faktikisht, ajo me aktin e vetë, profesional në radhë parë, por me aktin e një guximi të papar deri më në atë kohë, do më thënë, nga gjyqtarë të tjerë të Shqipërisë, sepse ishim po këto gjykatat të Shqipërisë, edhe po këto organe akuze, prokuroria, të cilat kur erdhi problemi për të marrë Berishën si dëshmitar, fillimisht jepte dëshminë e tij në vrasjen e Azem Hajdarit, 23 herë u thirr, 23 letra i shkuan, dhe ai nuk zbatoi asnjëherën prej tyre për të vajtur, domethënë si që të vindet paraqitej në gjykat. Kurse kjo gjyqtare
atë mitin e pandëshkueshmërisë, atë që para ligjit, domethënë pas ka Sali, edhe nga ana tjetër populli i thjesht, domethënë që mund të bësh duash me të, po Saliu është i paprekshëm, ajo këtë mit e theu dhe ajo për këtë do mbahet mend gjatë, sepse ajo misionin historik të një gjyqtare të jashtëzakonshme, do thosha unë, ajo e kreu, e mori fillimisht me detyrim paraqitje dhe kur e pa që ai e theu detyrimin për paraqitje, e mori dhe e mbylli atje në Kafaz me arrestin në shtëpi dhe akti, domethënë, i saj ishte guximi edhe për të tjerët, madje edhe për vetë Spakun, që Spaku do ta çonte çështjen, po thoshte çfarë do ndodhi atje në gjykat, sikurse çon dhe tani çështje të tjera Spaku atje, edhe luan si do qefi atij Erion Banit në atë gjykat. Kështu që ishte e pritshme që Saliu do derdhte kundër kësaj gjyqtare gjithë helmin e tij, gjithë mëllefin e tij, gjithë atë, domethënë, krimin e vet për ta mbuluar edhe për ta zvogëluar krimin e vet, ai do mundohej t'ia hidhte fajin kësaj gjyqtare dhe faktikisht nuk la shpifje pa bërë kundër saj, bashkë me vajzën e vet, bashkë edhe me lakenjë të tjerë të tija. Fillimisht thanë që e dëbuar nga Greqia, edhe pastaj ajo doli një blof, një shpifje ndyrë, pastaj i nxuarën edhe i sajuan me lek të blera një deputetin Janin nga Flambur Noka edhe dy emisar të dërguar Luciano Boçit, Saliut, atje dhe i bën një shkrim në atë gazetën që ju e keni parasysh. Dhe ajo gazetë me njerë të nesërmen e mori dhe hoqi na portalet e vetën atë gjitha, e hoqi sepse ju zhvlefsua me njerë që ishte shpifje, beri shpifje tjetër të radhës që pas ka marrë gjoja 500.000 euro për të mbyllur një proces që pas kanë të bëj me socialist, një shpifje nga më të ndyra, do më thënë që nuk ka anë e udhë ajo, sepse është një shpifje që ka lënë, do më thënë, gjurëm edhe shumë shpejt u verifikua nga Spak dhe doli që ishte e tillë, sikurse vazhdon me shpifjen tjetër nga më të ndyrat që thotë që ajo është dënuar atje, edhe nxjerr madje Saliu që nga dënuar gjyqtarja në Greqi, nxjerr dhe një vulë apostile, tregon vulën apostile në faqen e fundit, në një kohë që atë vendim gjoja që nga dënuar edhe kjo vulë apostile, është tërësisht e falsifikuar, po ky burracak, ky domethënë njeri në kuptimin e vërtet fjalës pa karakter, nuk ka guximin që ta dorëzoj këtë në gjykatë, dhe i thotë gjykatës, po, është dënuar, e ka me vulë apostile, merre dhe administroje si provë. Se në momentin që do ta dorëzoj si provë, atëherë gjykata e merr edhe me njëherë bëhet kallëzimi penal për falsifikim të dokumentit zyrtar, për përdorim të këtij dokumenti zyrtar në një proces gjyqësor, dhe Saliu vetëm për këtë futet deri në 6 vjet burg. Ai nuk e dorëzon faktikisht këtë. Në një kohë që të tëra këto shpifje të ndyra të tij, nëpërmjet Ministrisë Drejtësisë së Shqipërisë, e cila u bë tepër e ndjeshme dhe u kërkoi autoriteteve më të larta të shtetit grek, madje i kërkoi me një precedencë të jashtëzakonshme, duke thënë edhe çan ndjeshmëri ka kjo çështje dhe donte që hetimi i kësaj çështje të bëj, domethënë, deri në gramin më të fundit, me qëllim që sikur një njollë e vogël të ishte, sado e papërfillshme, sado e domethënë e parëndësishme për shtetin grek, ti thuhesh Ministrisë Drejtësisë së Shqipërisë, ti thuhesh Këshillit Lart Gjyqësor, ti thuhesh Prokurorit Përgjithshëm të Shqipërisë për Irena Gjokën, dhe autoritetet greke futën në lojë shërbimin e fshetë të tyre dhe sistemin e kanë të përsosur se është vend i Bashkimit Evropian dhe ja dërgon zyrtarisht Shqipërisë. Ja dërguan shkresën autoritetet e Ministrisë Greqisë dhe të asfalisë, pra të sigurimit të shtetit të Greqisë, shtetit shqiptar, dhe ja dërguan dhe i thonë asaj, nuk rezulton asë një loj precedenti, asë një loj ndalimi, asë një loj, do më thënë, akti që të ketë bëjë me këtë shtetase, me këtë identitet, me këto mbiemra, me këtë datëlindje, me këtë kartë identiteti e të tjerë. Dhe nga ana tjetër, i dërgojnë edhe dëshminë e penalitetit. Në Greqi, po të dënohesh për diçka, mund të kalohet për rehabilitim, po kur shteti, prokuroria e tjera thot,
ma jep historikun, ka apo s'ka precedent penal dikush atje, ja japin, do më thënë, që kur ka lindur e deri në fund, dhe asaja ja dhanë, dhe i thonë, dëshmije penalitetit saj, zero nuk figuron as një lloj akti që të ketë kryer e tjera me radhë. Pra, me gjithë se vinë këto, zyrtare vinë në Shqipëri, a i del prapë sot, del prapë, do më thënë, me një burracakëri të pashoqe, të pashembull. Jo, pikërisht për këtë doja të pyes si avokat. Berisha ka shpërsuar gjuhën ndaj gjyqtares Gjoka, duke i quajtur atë mashtruese ordinare që duhet të ishte në burg por në fakt Berisha nuk ka dhënë asnjë provë se ku i bazon akuzat e tij ndaj gjyqtares për marrjen e 500.000 eurove nga një eksponent i Partisë Socialiste, por tha vetëm se kishte ngritur vetëm një pyetje ndaj gjyqtares. Po ju, avokat, si njeri i ligjit, a keni ndonjë pyetje, a ngrini një pyetje për Berishën? Problemi është që ai e pat vetë, kur thash që është burracak, kam parasysh faktin që, me thënë drejtën, ai pretendon se është nga Malësia e Gjakovës. Po ai është një bastard i Malësisë Gjakovës, sepse burrët e Malësisë Gjakovës, edhe ata që nuk kanë shkollë, pa arsim fare, ata nuk merren me gratë, nuk prekin gratë. Ky Pacipi i tha, ish prokurores përgjithshme, i tha Lavire Bulevardi. Ky madje është aq i pacip sa ajo që i dinte sekretet këtia dhe i kishe parë krimet e këtij dhe kishe lexuar krimet e Saliut, urdhërat e tij e të tjera, ajo Isani e famshme, sekretarja e tij, ky nuk përtoi po helmoi atë, e vrau. Ky është aq i pacip sa megjithse është vetë, pra një njeri kur ti ke një gjyqtar apo ke një prokuror që merret me çështjen tënde, edhe ai të ka akuzuar ose ai të ka marrë të ka çuar atje tek ajo furriku i qenit, atje të ka futur brenda në kafazë dhe thotë rri këtu në arrest shtëpi mos lëviz se ke kryer krime të rënda, edhe do përgjigjesh për to krime. Minimumit, vetëm që mos kuptojnë të tjerët që po hakmerresh edhe po të kesh diçka për te, nuk ja thua. Po aq më shumë pastaj kur ke të bësh me zonja, kur ke të bësh pra me gra. Si mundet, domethënë, të arrish të nxirrësh këtë vrerë, jo vetëm ndaj kësaj, po edhe nga shumë grave të tjera, familjeve të tjera të njerëzve deri nga kryeministri me radhë, deri tek mua e tjera me radhë. Nuk na kanë lënë gjë pa thënë për gratë e tjera me radhë, ky bastard, domethënë që i ndërsen njerëzit edhe flet edhe vetë i nxjerr nga goja këto. Tani, pyetja e vetme që unë do t'i bënja këtia, do t'i thoshja, domethënë, krye kriminali i të gjithë historisë së Shqipërisë, jo të shtetit thjesht shqiptar, por në gjithë historinë e Shqipërisë, nuk ka një kriminal të dytë që t'i ketë lyera duart me kaq shumë gjak shqiptari sa i këti. Që t'i ketë lyer duart, t'i ketë glabruar kaq shumë pasuri, vendit vetë, popullit vetë, ta varfëroj në maksimum atë për të pasuruar veten e vetë edhe për të ndërtuar vila gjigande në çdo vend të Europës e të tjera me radhë. Ke sy e faqe ti që të përgojosh e të vërsulesh personaliteteve të tilla, siç është kjo gjyqtare, të cilët Shqipëria dhe shqiptarët me gjallje duhet i ngrenë një monument, se të mori ty edhe i çliroi zemrat e shqiptarëve se tha më në fund paska dritë tuneli, paska një drejtësi, paska element ky vend, paska njerëz të guximshëm e profesionistë të aftë, sidomos siç është kjo zonjë që e marrin këtë krye kriminal dhe i tregojnë më në fund vendin e tjera me radhë. Tani, ti kur do të japësh llogari për të gjitha këto? Kur ti do të nënshtrohesh përfundimisht edhe do t'i nënshtrohesh atij dënimit të përjetshëm me burg të përjetshëm, edhe të vdesësh atje në burg, siç të takon për krimet që ke bërë, dhe që pas vetes ta marrësh gjithë familjen, sepse si shta dha non grata në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kështu janë realisht ata edhe në krimet që kanë bërë. Po mbaron procesi i verifikimit të pasurive të fondacionit të Liri Berishës. Edhe ka dal një lum i jashtëzakonshëm korrupsioni, edhe atje po dalin që na u ble vila e Holandës me legët e atyre miranëve fëmijë,
që në vend që ti ndihmonte me ato që u vidhte bizneseve, ato që u vidhte bizneseve i merrte i bente vila, edhe të tjerëve që donte të hante këtu në Shqipëri, u merrte prap prindërve të këtyre smurve e tjera me radhë, dhe të tëra këto krime të Argitës tënde, të Shkelzenit tënd, qoftë me Fazliqin ato 108 milion eurot, por edhe krimet e tjera të tuat për vrasjet e 21 janarit, për Gërdecin, edhe për ato vrasjet e 97-ës, për atë terror të jashtëzakonshëm me luftë civile që bëre në jugun e Shqipërisë me terrorizmin tënd dhe me krime kundër njerëzimit e tjera, do vjen në bangun e të akuzuarve dhe ti do përgjigjesh ata që thonë që ti do shpëtosh edhe ty të ndihmo ka mikrofoni që mban dorë. Këto janë gërramat e fundit të tuat, sepse fundin ti e di vetë ku e ke, edhe në rast se ulërin për Irena Gjokën e tjera, ulërin sepse ajo që dallandyshja e parë, që tyja ta hodhi dorën e qafë, edhe ta, sa tjetë jeta kjo dorë e drejtësisë, nuk do të lëshoj ty, derisa të japsh llogarin deri në pikë të fundit ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve. Avokat, duke ju dëgjuar juve, dikush do pyese me të drejtë ndoshta, sepse drejtësia nuk po vepron ndaj Berishës, por nga ana tjetër, edhe pse vetë Berisha nuk ju ka akuzuar kur ju për shpifje, që dilni publikisht dhe flisni për krimet e tij. Po çfarë shpifje? Çfarë shpifje bëj unë? Dosjet që kam përgatitur për të, ato janë dosje gjaku, janë dosje mendje shqiptarësh, janë dosje nenash që Saliu ka vrarë fëmijët e vetë, janë dosje të vëllezërve, të motrave e të tjerë, të cilët me orë, me ditë, me emra konkret dëshmitarësh, me filmime e të tjera, i kam parë krimet e Saliu dhe të bashkëpunëtorëve të tij. Unë i kam dokumentat gjitha për tëra korupcionet që i ka bërë në këtë vend, sa ka futur në xhepin e vetë e tjera me radhë, dhe duke i patur të gjitha këto të sistemuara mirë, edhe duke patur një ndihmë të jashtëzakonshme që i japin shqiptarët, kudo që janë, që ndodhen, dhe që informacionet i kam aq, sa nuk ka as shërbimi shtetëror, nuk ka shumë informacione sa më vinë, sepse realisht, domethënë, nuk dua të bëj njeriu, domethënë, që ta humbas modestin, se modest kam qenë gjithë jetë dhe do ngeljem sa tjetë jeta, por informacione tepër të sakta, tepër korrekte, dhe të gjitha çfarë i kam thënë, të gjitha akuzat që i kam bërë, i kam me prova, i kam me fakte, le të dali, ndaç me ballafaqime kështu, ndaç edhe atje në SPAK apo në gjykat, kur të vi problemi, sepse di si t'ja vërtetoj, edhe di si t'ja them të gjitha një për një. Çdo gjë që ja kam thënë ka qenë reale. Unë në fund fare tuajin u tregova edhe që nuk e shqiptar, a u thash atje. Dikush, avokat. Po u dhash me prova aman. U dhash me prova, jo me prova gjenetike vetëm. Po edhe me atë që pse ndryshoi datëlindjen. U dhash me dokument që ai vetë deklaronte që jam një korrik, dhe pastaj asaj doli Horleku, që i doli në skenë Vuk Karadžići me njerë e bëri 15 tetor datëlindjen e tjera me radhë. Leta kundërshtoj. Po atëherë avokat, nëse Berisha apo njerëz pranë tij nuk ju kanë kallëzuar për shpifje, sepse është çdo gjë ashtu siç ju e thoni, pra e bazoni në dosje dhe në prova konkrete. Atëherë, a ju ka kërcënuar Berisha me jetë, do pyeste dikush tjetër? Po shqiptarët e kam parë që Berisha në radhë parë njëherë donte të më mbyllte gojën në 93-shin dhe më futin në burg. Gjoja se e fyeva. Në fakt, unë i thash një realitet. Në 93-shin i thash, ti e spiuni Serbis, ti e anti zgjidhjes së çështjes kombëtare shqiptare, anti bashkimit kombëtar shqiptar, sepse na i prishe kuvendin e bashkimit dhe të pajtimit kombëtar, thjesht dhe vetëm se të ndërseu Serbia dhe i more gjitha informacionet e ndej dhe the blokoje, dhe me atë rast për të bërë zullumahit e tjera more dhe 20 miliona Slobodan Miloševići dollar. Pra, tentoj, më futi në burg, dola si i burgosur i parë politik, nga Departamenti Amerikan i Shtetit dhe nga Amnesty International, më dhanë statusin të burgosurit politik, donte të me eliminonte edhe e qoj një të shikut atje tek gazeta ish Zeri Popullit, kur do jepja një intervist
atje në vitin 1994, dhe a i herdit me ekzekutonte, madje edhe më qilloj sa më qau, do më thënë në balë, i dhash një goditje dhe unë, atje ku e meritonte a i dhe i ra shakull në tokë, u vërtetua që ishe spion i Gazidedes, tentoj pastaj më futi përsërin burg, 15 vjetë burg, do më thënë më dha, 15 vjetë burg, më pak se një vit, bera edhe dola se mora pafajsin në gjukatën e lartë dhe mora dhe lekët e burgut edhe statusin e të burgosurit politik për herë të dytë nga Sali Berisha, dërgoj andartë të ti nënd Tropojan me Sali Lushën në kryet, me ekzekutonte parasjelis partis, edhe më lanë atje, me nduan se më vdikjen, por më quan pas ta një spitale dhe shpëtova, do më thënë, jetën time dhe ata rrugat që u futën në burg, dhe bën burg atyre me këtë rast, tentojt me ekzekutonte dhe u ka thënë në studio Parolaci atje në Luksemburg, kur kësha shkruajtu për të parë një ndeshje atje të Shqipërisë, dhe falë atyre forcave të sigurisë të cilët i pan kishin me armë edhe i ndaluan e i ben e tjera me radhë, dhe tani kërcenimet e ti i vazhdojnë, kanosit e ti i vazhdojnë, mi vërsul ata andartët e vetë, ata bashibozukët e vetë, kriminel, që nuk le një pa thënë, ju ka kërcenuar edhe tani kote po edhe tani vetëm të shikosh vetëm mesaje, të shikosh rrugës kur dalin si qenë, po pasaj sa fillon që i filmon edhe i ben, ikin si, do më thënë, si dhitë zgjebosura, por ka ikur ajo ko, pse? Sepse të gjitha ato krime që ka bërë Saliu, dhe ato vrasje që ka bërë Saliu, se Saliu me ndonë se nuk do dilte vrasja e Trebickës, po ja po del që ka vrarë Saliu me Shkelzenin edhe me bashkëpunëtorët e tij. A i me ndonë se nuk do dilte, do fshish ajo helmimi i Gjevetanës, po del që e helmoj kokra e verdhe Saliut. A i me ndonë edhe me ndonte se nuk do dilnin kur, do më thënë, do t'i dilnin eshtrat të Remzi Hoxhës, po ja që a i është fajtori dhe a i është njeriu kryesor që ka zhdukur Remzi Hoxhën dhe e vrau, për motive kombëtare, sepse nuk donte që a i të punonte për uçeken e tjera me radhë, po donte që këtu në këtë vend edhe në Kosovë të sundoj Serbia e tjera me radhë. Kështu që në këtë aspekt tani, edhe me rendin që është vendosur, por në Shqipëri, edhe me ata që i komandonte më parë dhe u jepte lek Saliu, një pjesë e mirë e tyre janë në burg të përjetshëm, edhe të tjerë janë gati për të vajtur në burgun e përjetshëm, është kjo ajo që mua, do më thënë, nuk ma bën tërë syri, por edhe sikur në djallë vaftë jetën e bëmë, nuk u pajtua me një krye kriminal të i vendi, ja thamë të vërtetat në sy, në kohën e dur, i thamë dhe atje ku duhet, ja quam dosjet, 23 dosje i kam quar Spakut me krimet më të rënda të tij, dhe për ato ai, jo për ta egzageruar, po minimumi 11 burgimet përjetshme merr vetëm me ato kallëzime penale që kanë vajtur, dhe këtu kam parasysh 21 janarin, kam parasysh vrasjet e 4 vëllezërve Haklaj, vrasjen e 2 vëllezërve tjerë Haklaj, të Sokolit edhe të Cenit edhe të babait tyre Elezit, kam parasysh edhe vrasjen e Trebickës, e të Remzi Hoxhës e tjerve me radhë, kështu që në këtë aspekt unë në kuptimin e vërtet të fjalës, do më thënë, e kam kryer dhe do vazhdoj ta kryej deri në fund të misionin dhe detyrën time, dhe kam një mbështetje të jashtëzakonshme të shqiptarëve, dhe shqiptarët faktikisht ata janë që jo më frymëzojnë që si t'i bëj, po më furnizojnë me materiale edhe me kallëzime edhe me dëshmi të jashtëzakonshme. Avokat, një pyetje të fundit në 1 minutë kohë, sepse jemi në limit të kohës, a keni ju së fundmi në dorë një dosje të fortë që mund të fundos, le të themi përfundimisht, Berishën apo njerëz të afërt me të? Problemi është që krimet e Berishës nuk kanë fund, dhe çdo gjë ka një radhë, dhe ndiqet radha për të ndjekur një radhë, mbasi bëhet kallëzimi penal, pritet që të regjistrohet dhe të fillojë çështja penale. Dhe deri tani, të paktën në 23 kallëzime që kanë bërë, çështja penale, jo vetëm për atë, po edhe për tjerët, domethënë bashkëpunëtorët të tij, kam parasysh këtu Belin Tulliçin, kam parasysh këtu Flamur Nokën, kam parasysh këtu edhe të tjerë, domethënë që për momentin janë akoma ende qëndrojnë si sekret se nuk është regjistruar procedimi penal. Derisa të regjistrohet e të filloj procedimi, nuk mund të thuhet.
Pra, kam parasysh tëra këto procedime, por kam parasysh edhe faktin që në këto 23 kallëzime penale, 7 prej tyre nuk janë pranuar në SPAK, nuk janë pranuar në gjykata e shkallës parë, dhe tani unë jam në proces të gjykatës apelit, jam në proces të gjykatën e lartë, dhe 2 çështjet tjera që edhe gjykatë e lartë njërën prej tyre, pra një aferë të rëndë korruptive të Saliut e Dilir Metës, e ka mbyllur, do t'ja çoj gjykatës kushtetuese dhe prej asaj në Strasburg, kështu që misioni im është i pafund, por ato tjerat që vijojnë, ato kanë një radhë. Pra, kur të marrin drejtim këto dhe kur e marrin drejtimin e duhur që janë futur në kanalet që duhet, pastaj do të dëgjoni edhe të reja. Avokat, të falenderoj që ishe me mua. Unë ju falenderoj juve. Ndërkohë dua t'ju njoh sërish me një lajm të fundit, me një ngjarje që ka ndodhur vetëm pak minuta më parë këtu në Tiranë, në zonën e Alidemit, ku janë dëgjuar të shtëna me armë zjarri. Nga kjo ngjarje raportohet se nuk ka të plagosur, në vendin e ngjarjes janë gjetur vetëm 2 gëzhoja dhe dyshohet se kjo ngjarje ka ardhur si pasojë e një sherri të rastit dhe është shëlluar në ajër me armë zjarri, ku në vendin e kësaj ngjarje janë gjetur edhe 2 gëzhoja. Mirë, ne këtu kemi ardhur në fund të kësaj hapësire informative. Unë ju falenderoj që qëndruat me ne, ndërkohë dua t'ju kujtoj edhe një herë që abcnews.al është adresa jonë zyrtare në internet, ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në kohë reale dhe po në kohë reale na dëgjoni edhe në frekuencën e radios ABC 105 FM. Leontina Nika vjen pas pak me pas mesnatë. Ju ftoj ta ndiqni.